Të nderuar miq, takohemi kështu në pjesën e dytë me të pashosh për të bërë atë që lajmërova, analizën, bilancin e vitit 2025 në aspektin e kriminalitetit, të raportit me drejtësinë, policinë e shtetit, dhe për të bërë këtë analizë besoj se kam zgjedhur një njohës të mirë, ish drejtues i lartë në policinë e shtetit Shemsi Prendçi është me mua sonte. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Tani, 2025 nga statistikat e policisë së shtetit, të paktën deri në momentet që flasim, numëron plot 39 vrasje gjatë vitit 2025. 8 prej cilave mbeten ende të pasbardhura. Sipas teje, si një, po themi, njeri policisë edhe pse si e më aty, çfarë perceptimi ke për 2025-ën? Mund të themi që ishte një vit më i qetë krahasimisht, sepse po të ndalemi në shifra, 39 vrasje këtë vit, po jo se vjet mund të ketë një numër pak më të lartë, duket sikur zhvlerësojmë jetët njerëzore. Kështu që le ta bëjmë analizën në frymën e përgjithshme. Dona, unë edhe kur kam qenë polici të shtetit, analizën me statistika e kam urryer. Si person, edhe si drejtues policie. Dhe kam kritikuar dhe vazhdoj të kritikoj analizën me statistika. Sepse shpesh herë një vrasje që ka 2 viktima, policia e konsideron një vrasje. Shpesh herë ndodh që policia, kur në një vend ngjarje vritet një person dhe plagosen 2 tjera dhe këto 2 tjerë të humbin jetën në spital nuk quhen vrasje. Nuk i regjistrojnë vrasje. Pra kjo është loja me statistikat. Unë nuk e pëlqej këtë. Unë pëlqej të them që vitet e fundit vrasjet nuk janë më vrasje, janë atentate. Janë atentate të mirë organizuar me grup të strukturuar kriminal, qoftë për larje hesapësh, qoftë për konflikte të zonave të influencës në fushën e krimit organizuar. Dhe kjo quhet niveli më i lartë i organizimit të krimit. Kur grupet strukturuar paguajnë vrasës me pagesë, me detyra konkrete, me misionet e cilat kanë përcaktuar edhe arsyet përse dhe motivin përse do vritet për llogaritë këtij apo të atij grupi kriminal, dhe detyrat të përcaktuara kush do të jetë killerat, kush do të jetë vëzhguesi, kush do të jetë transportuesi, kush do të jetë personi që do të djeg makinën dhe kush do të jetë personi që do të djeg automatikën, armët e krimit. Pra parë në këtë kontekst, ne nuk kemi më vrasje të thjeshta. Kemi atentate të cilat normalisht kërkojnë një nivel më të lartë në rritjet policisë shtetit, në pikpamje profesionale. Unë para se të vi këtu, me sinqeritetin tim më të madh, më ndalon një oficer policie në mosh rreth 40 vjeç. Dhe më përmendi, tha, të përshëndesta, brez oficerash si brezi juaj, që mbaruat akademinë 4 vjeçare, dhe më përmendi disa emra drejtues policisë, duke përmendur oficera serios të policisë shtetit që ka qenë titullar, tha nuk vinë ma, tha, ne po e lëm policinë, po e braktisim. Pse? Jemi të tradhtuar nga shefat, nga eprorët. Ata kanë lidhje me botën e krimit, ato bëjnë pazare dhe pasurohen, ne rrezikohemi. Dhe sinqerisht më dhëmbi shumë. Kishte një fëmijë në vend të parë, në makinë, dhe ndjeva trishtinë. Unë kam informacione që ka shumë vakanca në policinë e shtetit, në oficerët të rolit bazë, të rolit nën komisar dhe komisar, përjashtuar nivelet e krye komisarëve të drejtuesve të cilat morin poste të katapultuara, të tjerët nuk shikojnë perspektivë të karrierës, sepse sot vendet e punës i përzgjedhin njerëzit duke mbajtë radhën të zyra e Gysa Gasit apo të zyra e Suel Qelës, apo tek dhomat e krimit. E nëse karriera në polici bëhet duke ndërmjetësuar me grupe kriminale, ajo nuk është më organizat e policisë shtetit, por është organizat kriminale. Ne kemi folur në mënyrë të vazhdueshme në raport me implikimin e krerëve të policisë shtetit në kupol,
dhe në policitë vendore me botën e krimit. Në fakt s'është bërë asnjë ndryshim. Presioni i opozitës është i dobët sepse opozita është e dobësuar. Shteti vet, krerët e qeverisë, duke filluar nga kryeministri, janë vënë në rolin e avokatëve, duke e mbrojtur korrupsionin, duke e mbrojtur shpërdorimin e parës publike dhe duke bashkëpunuar me botën e krimit, qoftë krimit organizuar, qoftë shpërdorimit të detyrës. Edhe në botën mediatike janë të ndarë, disa media bëjnë mbrojtje të krimit shtetëror të ndërthurur me krimin ordiner. Disa media të tjera bëjnë kritika, disa bëjnë analiza si puna ime. Problemi është që i zoti i shtëpisë për çfarë duhet të shqetësohet? Duhet të shqetësohet që një prokuror është ngutur, apo duhet të shqetësohet që disa qindra milion euro në buxhetin e një viti nuk shkojnë tek përmirësimi i jetës ekonomike, apo tek përmirësimi i infrastrukturës, por shkojnë në xhepat e zyrtarëve të shtetit, ministrave, drejtorëve të përgjithshëm dhe grupeve kriminale që së fundi po morin tendra pafund. Kjo është një situatë që mua nuk më pëlqen. Është situata më e rëndë se na thështata. E në këtë këndvështrim, analiza e situatës kriminale me shifra dhe statistika për mua është zero. Është vetëm thjesht një reklam, siç jemi mësuar të shohim në reklam gjithë krerët e shtetit. Unë sill në vëmendje tuaj dhe të dëgjuesve dhe ndjekësve të programit tuaj se edhe pse nuk ka akte normative për funksionimin e lojrave të fatit dhe funksionimin e bastave sportive dhe funksionimin e kazinove, sot në Shqipëri, ka me dhjetra, me qindra, mos me mira, lokale, kazino, lokale lojra fatit dhe baste sportive që funksionojnë, të dirigjuar nga bota e krimit. Sot, që po flasim, në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, krerët e policive, një pjesë e mirë e tyre, drejtor policie, zëvendës drejtor, shefa komisarateve, shefave të krimit ekonomik, paguhen me rrogë nga bota e krimit për të mbajtur hapur kazinot, për të mbajtur hapur lojrat e fatit. E kur policia e shtetit, kjo situatë ka qenë edhe në vitin 2013-2014 dhe pastaj u realizuar operacioni fundi i Marrëzis, por në atë kohë kishte një eficiencë sepse trashëgohi që nga periudha e qeverisë tjetër që minimalisht 50% e aparateve lojrave të fatit ishin të evidentuar në sistemin tatimor shqiptar, lokalet, pjesa më e madhe e tyre pagunin 1 deri 2 punëtor edhe të siguruar, dhe sipas statistikave drejtorisë përgjithshme të taktimeve, shteti gjeneronte, fitonte një para rreth 50 milion euro në vit. Këto janë statistikat të shtetit. Ndërkohë që për vitit 2015, përfundimit të operacionit fundi i Marrëzis, deri më sot shteti nuk përfiton asnjë qindark, kurse zyrtarët e shtetit, të lojrave të fatit, të policisë, të tatimeve, fusin para, morin rrogë mujore nga grupet kriminale që drejtojnë kryesisht këtë aktivitet, dhe e pse jo, dhe pastaj edhe ke pronar që kanë dyqanin që paguajnë kafet e vogla. Kjo është situatë shumë e rëndë e inkriminimit të administratës shtetërore dhe nuk bëhet fjalë për statistika. Drejtoria e përgjithshme e policisë, nëse do dilte të jepte statistika sa oficeri kanë ikur nga policia gjatë vitit 2025, sa oficere kanë braktisur detyrën se nuk e shikojnë ma dot veten, atë pasionin që kishin për armën e policisë nuk e kanë ma, sa e kanë lënë për shkak të keq trajtimit nga eprorët e tyre, sepse duhet të bëjnë detyra jo bazuar në ligj, por bazuar në tekat e një drejtori apo të një shefi komisariati, sa funksione ka bosh në rolin bazë të patrullës së përgjithshme, sa oficera dhe sa polic i ndiqen penalisht, jo vetëm nga Agjencia e Bikëqyrjes Policore, por edhe nga SPAK-u dhe Prokuroria e Jurisdiksionit Përgjithshëm, dhe kjo do ishte një statistike qartë se përtej nivelit kriminalitetit që na e pasqyrojnë në ulje vetëm për krimin e vrasjes,
por jo për krimet e tjera, për cilat analiza duhet bërë në të gjitha llojet e kriminalitetit, dhe do të shikojmë që spari kemi rritjet kriminalitetit brenda organizatës policisë, kemi rritje të kriminalitetit në pikpamjen e krimit organizuar, sepse sot nuk bëhet fjalë më për 1, 2 apo 3 grupe të rrezikshme, apo për 20 grupe, siç pa deklaruar 2 apo 3 ish ministrat brendshëm, që nga Fatmir Gjafa e më pas, por tani kemi me qindra grupe të strukturuara kriminale që veprojnë nga veriu deri në Ksamil. Dhe kjo situatë nuk mund të quhet më e mirë, nuk mund të quhet më e qetë, sepse sot, pasi jemi njohur me një rast, por faktikisht ekzistojnë shumë, nërë me rastin e pengmarrjes për tendra publik edhe për tendra sekret në Aksh, sapo është vënë dieni i opinioni publik, por nuk është rasti i vetëm, dhe policia nuk ka folur fare për këtë lloj fenomeni. Policia ka patur informacion, sepse nga radhat e policisë u evidentuar një titullar policie i cili paralajmëronte konkurrentët në tendrat e Spakut që hiq dorë dhe largohu nga konkurrimi. Pra, unë nuk mund ta quaj situatë më të mirë në raport me kriminalitetin, pasi krimi dhe policia janë bërë njësh, përderisa kemi drejtues të lartë policie, të cilit janë të implikuar në çështjen metamorfoza, në çështjen Plumjart, në çështjen e Spakut. Dhe shumë shpejt do ketë dosje të tjera që janë akoma me bombë, që kanë të bëjnë me tendrat dhe që kanë të bëjnë me abuzimin me fondet publike. Dhe parashikohet, ndoshta besoj edhe para vitit të ri, mund të ikin edhe 2 ish ministra dhe ministra, sepse janë të implikuar thellë. E kjo nuk mund të quhet situatë e qetë. Ndërkohë, nëse do hyjmë në terma më konkret, teksa bëm bilancin e vrasjeve gjatë vitit 2025, ndoshta këtë do ma thuash ti, po unë kam veçuar 3 si më të fortat prej tyre. Për shembull, vrasja e gjyqtarit Kalajan Sallën e Gjyshit. Vrasja e Rinasit. Atentati i Rinasit i nëntorit, si edhe tentativa e muajit prill ndaj ku qëllua me 33 plumba, në mos gaboj, ndaj automjetit Vesel Demirajt, një automjet tip G-klas, nëse të kujtohet që ndodheshin 2 fëmijë të mitur në të, apo s'të kujtohet? Që ndodhi në të njëjtën orë me vrasjen në Lezhë, në Plan. Bravo, po. Këto kam veçuar unë, nuk e di nëse në këndvështrimin tënd mund të shtosh ta nisim me si më 3 më... Ta nisim me tentativën e vrasjes në mjetin G-klas. Ishte gabim në objekt. Policia e shtetit e din objektin se ku sinonin vrasit. Për këtë problem është i shqetësuar shteti, pasi bëhet fjalë për një tentativë për të goditur familjen e një biznesmeni shumë të fuqishëm në Shqipëri. Është një çështje që ka të bëjë me larje e sapësh dhe konfliktet hershme, për të cilën policia e shtetit nuk flet, edhe pse din shumë. Dhe heshtja e policisë është e frikshme për opinionin publik. Njerëzit janë të qartësuar se objekt nuk ishin 2 të miturit dhe roja i pronarit të një shoqërie private siguritie, por ishte adresuar tjetër kund. Kjo quhet shumë e rëndë, pasi nëse do të kishim një polici që komunikon me opinionin publik, du ta thoshte troq. Pse? Sepse ka ca biznesmen që janë trimëruar shumë. Ka ca biznesmen që kanë ortakëri me grupet kriminale dhe i përdorin për t'u kundërvënë një grupi tjetër biznesmenësh për çështje konfliktesh, për çështje parcelash, për çështje përfitimesh. Qoftë në prona, qoftë në tendra. Është një histori e hershme që policia e di shumë mirë për ca toka në Bregdet në jug të Shqipërisë, edhe për ca detyrime që kanë për të paguar.
E ngjarje që ka pas ndodhur në blok, që e dinë gjithë shqiptarët. Unë kam folur gjithmonë hapur dhe kjo është një apel për policinë e shtetit që sa herë të mundohen të mulojnë ngjarje kriminale, do të shpërthejnë ca ngjarje të tjera kriminale më të rënda dhe atëherë nuk mulohen as me shosh, as me qarqaf, as me batanie. Ndaj dhe duhet të jenë të sinqertë dhe një nga detyrimet që ka policia e shtetit është komunikimi me mediat dhe komunikimi me publiku për ngjarje sensitive. Nëse nuk thonë të vërtetën, gjithmonë e vërteta mbulohet sa mbulohet dhe kush përthen pastaj ndodhemi përpara një të papritur shumë të madhe. Ngjarja e gjyqtarit, për hir të vërtetës, është një ngjarje që është prodhuar nga arroganca e ministrave të brendshëm, të cilët jo në përputhje me ligjin. Unë kam kritikuar prononcimin e ministrës brendshme 45 minuta pas ngjarjes, duke justifikuar që policia nuk ka përgjegjësi. Në mënyrë kategorike nuk i takon ministrit të brendshëm apo ministrës brendshme të përcaktoj fajësinë dhe pafajësinë e institucioneve që kanë detyrime për rendin dhe sigurinë publike. Këtë du ta thotë gjykata, por ndjenja e përgjegjësisë, e linjës e politikave që ndjek Ministria e Brendshme duhet të pranojë që policia ka përgjegjësi edhe për një person që mban armë pa leje në Bres edhe lëviz nga Shkodra në Tiranë. Nëse nuk ke përgjegjësi për rujtjen e objektit gjykat, që ke vequar ndoshta, nëse nuk ke përgjegjësi për rujtjen dhe sigurinë në sallën e gjyqit, ti ke përgjegjësi për rendin dhe sigurinë publike dhe nuk mund të zhveshësh nga përgjegjësia. Por kur ti je e prori si ministri i brendshëm, nga i cili varet reparti apo agjencia e rujtjes objekteve, e cila është krijuar si një agjenci për konkurrencë të pandeshme ndaj shoqërive të rojeve private, por që është njësi e shtetit edhe varet direkt nga Ministria e Brendshme, atëherë aq më tepër që kjo shoqëri ka në rujtje gjykatat, ka në administrim gjithë procedurën e hyrje daljeve, por edhe të rujtjes fizike, ti si e pate këtë detyrim nëpërmjet policisë shtetit, si e pate nëpërmjet shoqërisë së rojeve private, që është shoqëri shtetërore, por që varet nga Ministria e Brendshme, ti nuk përjashtosh nga përgjegjësia. Është e vetmja ngjarje që autori i ngjarjes, pasi e bën krimin, del dhe deklaron unë e kam bërë. Rrallë herë, edhe avokatët që janë jurista më me zë në Shqipëri, thonë avokati, klienti im s'ka faj, klienti im se ka bërë. Kurse në këtë rast, kemi një autor killer gjak ftohtë që vepron në sallën e gjyqit. Mirë, se ka natyrë tjetër ngjarja, vrasja. Pikërisht. Prandaj vjen edhe pranimi i autorsisë. Jo, kemi plot ngjarje që janë bërë mes sheshit. Janë bërë mes sheshit dhe s'ka thënë kush se e kam bërë unë. Absolutisht nuk ka thënë. Ne kemi vrasje në ngjarje zyrtare dhe nuk ka deklaruar, qoftë edhe me rrobat e policisë, nuk ka pranuar të Gardës Republikës dhe nuk ka thënë askush se e kam bërë unë. Me kupto ku do të shkojmë. Kemi një qytetar të zemruar nga puna dhe detyrat e shtetit, i cili e bën killerin edhe vret gjykatësin dhe po me gjakthotësi del dhe e pranon që e kam bërë ngjarjen. Ndërkohë kemi me 10 juristë të mirëfillt, avokat me emër që kanë qenë dikur prokuror me zë në Shqipëri dhe dalin dhe gjejnë mekanizma nga më të ndryshmet. Shiko, një klient mbrohet në raport me paligjshmërinë që mund t'i bëhet klientit, po jo në raport me ngjarjen. Ngjarjen e ka bërë, ti mos lejo gjykatën dhe prokurorin t'i bëjnë padrejtësi klientit. Pra t'i bëjnë padrejtësi, po jo të mohosh veprën penale. Se brenda kornizave të minimum maksimumit, avokati i ndershëm, avokati i ndërgjegjshëm, avokati që e do ligjin, duhet të pranojë që klienti i tij ka bërë ngjarje. Por të mos lejoj një prokuror dhe një gjykatës që një prokuror t'i ngre akuza më të rënda se sa ai ka bërë një vepër penale
dhe një gjykatës të mos dalë përtej kornizave që parashikon ligji për dënimin. Por jo të shkosh deri atje, sa që të njollosish figurën tënde si ish prokuror apo ish gjykatës dhe sot si avokat të nënshtrohesh para autorit të një krimi dhe të mohosh krimin. Këtë unë s'bi dakord, sepse optika e një gazetari, pra syzet e një gazetari, syzet e një ekspertit policisë, normalisht nuk mund të përputhen të tjenë në optikën e një avokati që ai trajton klientin me interesa për të marrë pagesën, por jo se thot të vërtetën gjithmonë. Në këtë kontekst, ngjarja ndodhur në gjykatën e Apelit Tiranë është një ngjarje shumë e rëndë, por është një ngjarje që ka nxjerrë zbuluar drejtorinë e përgjithshme të policisë në raport me sigurimin e objekteve të rëndësisë shtetërore, siç janë ministrit, gjykatat, prokurorit, aq më tepër ku jemi në kryeqytet. Edhe vaj me det se çfarë mund bën. Unë e kam trajtuar atë ngjarje dhe kam thënë nëse ngjarja do të kishte ndodhur në Shkodër, për shkak se policia njeh karakteristikat, temperamentin e palëve, nuk do ta lente të zhveshur gjykatën, por do të ishte prezent me gjithë forcat e policisë në mënyrë që të mos konfrontohen dy familje, apo mos ketë përplasje midis gjykatësve dhe prokurorëve dhe palës së irrituar për shkak të padrejtësisë 13 vjeçare apo 14 vjeçare. Ndërsa për çështjen për ngjarjen e ndodhur, atentatin e ndodhur në Rinas, normalisht kanë folur gjithë shqiptarët. Vendi që mendohet është aeroporti i vetëm ndërkombëtar që ka Shqipëria, ku veprojnë mbi 6 lloj policish dhe shërbimesh, duke filluar nga shërbimi informativ shtetëror, nga ushtria shqiptare, llakacioni edhe tjerat, policia e rendit, policia kriminale, policia kufitare, shërbimi zjarfikës i shtetit shqiptar, dhe disa lloj siguritish të tjera, por 6 institucione janë shtetërore. Befas, aeroporti si institucioni më i sigurt, rezultoi se ishte më i sigurti i studiuar nga bota e krimit për të realizuar atentatat, ndërsa ishte i zhveshur në pikpamje të siguritisë, në pikpamje të sigurisë nga organet ligjzbatuese shqiptare që merren me rujtjen e rendit dhe sigurisë publike në perimetrin e Rinasit, që ka policia e rendit, administrimin dhe shërbimet e policisë kufitare brenda territorit të Rinasit, e pa llogaritur pastaj shërbimet e doganës, shërbimet tjera dhe shërbimet e lokacionit dhe shërbimet e sekrete, e shërbimit të sekret shqiptar. Pra në këtë pikpamje, ai u gjeti i zhveshur. Por, fakti që një grup kriminal për të ekzekutuar një grup tjetër kriminal zgjedh pikërisht aeroportin e Rinasit, është një goditje shumë e rëndë që i bëhet shtetit në pikpamje të sigurisë. Dhe për çudi, edhe pas ngjarjes në gjykat, edhe pas ngjarjes ndodhur në aeroportin e Rinasit, presidenti i Republikës hesht. Dhe të kesh një president që hesht, kur cënohet në 2 raste siguria kombëtare, aeroporti i Rinasi i vetmi aeroport ndërkombëtar, gjykata vritet gjykatësi, dhe presidenti i Republikës, që deri më me ligjin tjetër e mëparshëm, ka qenë edhe kreu i drejtësisë shqiptare, sepse ka drejtuar Këshillin e Lartë të Drejtësisë, që normalisht në kohë lufte është dhe komandanti i forcave të armatosur, nuk ka thirrur Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të trajtuar këtë problem, atë problem, pra ngjarjen e gjykatës Tiranës, ngjarjen e Rinës, apo qoftë edhe ngjarjen e tendrave që merren peng shqiptarët nga grupe kriminale për interesa të caktuar. Po do të thotë që shteti nuk funksionon, është kukull. Okej, që t'jemi pak meritum se kam shumë pyetje, ndërkohë koha është e limituar. Tani, rezultojnë 8 vrasje të pasbardhura. Sipas teje, cilat janë mundësitë që një vrasje zgjat shumë në kohë dhe nuk zbardhet, për arsye cilat? Shiko, janë 8 këtij viti, janë më shumë faktikisht 8, janë mbi
22 atentate të vitit 2024-2023, janë shumica atentatave janë pas bardhje, të cilat parafërsisht... Jo, mora vetëm të këtij viti, nga zonat e policisë deri tani. Po do shkojmë, e shtriva pak në kohë. Jo, pyetjen e kam, cilat janë arsyet që një vrasje vonon shumë të zbardhet? E para punës njerë, çfarë teknikash ka përdor grupi kriminal për realizimin e vrasjes? Çfarë armatimi dhe çfarë veprimesh ka kryer grupi kriminal në lënien e gjurmëve, zhdukjen e gjurmëve të krimit. Prandaj dhe e shtriva në kohë për të nxjerrur një fenomen që policia e shtetit, edhe pse po përballet prej më shumë se 5-6 viteve me atentate masive të shtrira në kohë gjatë gjithë vitit, përsëri nuk ka ndryshuar një strategji të luftës kundër kriminalitetit, sidomos kundër krimit personit. Sepse rëndom çdo qytetar ka mësuar tani që një grup kriminal vret një kundërshtar apo përdor 3 killara për të vrarë një personazh të grupit tjetër, largohet me makina, djegin një makinë këtu, një makinë atje, brenda makinës janë djegur dhe automatikët dhe zhduken gjurmët e krimit. Përgjithsisht është përdor këtë taktikë, edhe në Elbasan, edhe në Tiranë, edhe në Lezhë, edhe gjithkund. Pra, edhe në Durrës. Pra, fakti që grupet kriminale kanë gjetur një metodë për të penguar zbardhjen e të vërtetës të kriminalitetit, policia duhet kishte ngritur duhet kishte hartuar një strategji të re për ta luftuar këtë lloj kriminaliteti, duke i dhënë përparësi parandalimit, gjurmimit të personave me precedent kriminal, gjurmimit të grupeve kriminale të cilët kanë konflikte, sepse prandaj janë shtërrjeti i policisë sekrete në terren, qoftë agjentëve, qoftë oficerëve të policisë kriminale, për t'i evidentuar grupet kriminale që kanë konflikte, të cilat çojnë në gjenerimin e vrasjeve dhe të atentateve. Pa, nuk është bërë një punë e tillë e studiuar. Ne kemi një zonë që në mënyrë permanente përmendet në media, përmendet në analiza, po s'bëhet asgjë. Nikla, fushkruja, fushkuqja. Pra, një aks. Dhe çuditërisht, shteti, vetëm kur i kanë ardhur materiale të dekriptuar nga Sky ECROChat, ose kur i ka ardhur një material nga partnerët tonë, nga Interpoli, nga partnerët nga Belgjika, nga Franca, por vetë organizata e policisë nuk ka hartuar një plan të mirëfillt, operacional, ose plan masash, për ta mbikëqyrur 1, 2, 3, 30 veta, sa mund t'jenë, personazhe të botës krimit të cilët kanë precedente nga më të ndryshme. Pra, nëse nuk e bën policia këta, atëherë si të zbulohet kriminaliteti? Ne kemi një kalvar vrasjesh në Lezhë, kemi kalvar vrasjesh në Elbasan, në Durrës, dhe nuk hidhet dritë. Rasti i Lezhës, shumicat e vrasje i ke përplasjet midis 2 grupeve, një kulajve me, dhe kanë prodhuar vrasje pas vrasje njëri nga mas tjetrit. Çka ka bërë policia? Në mënyrë kategorike. Nuk bën asgjë, sepse titullarët e policisë nuk merren për të analizuar ngjarjet kriminale të ndodhura. Qoftë në Elbasan, qoftë në Lezhë, qoftë në Durrës. Po merren për të shkuar dhe për të bërë pazare me botën e biznesit kriminal, për të marrë rrogat. Unë nuk di që t'jetë ulur një ministër i brendshëm me gjithë krerët e policive vendore dhe të ketë bërë një analizë për këtë problem. Ose nuk di që kryeministri i Shqipërisë ta quajë shqetësuese intensitetin e atentateve në raport me krimin kundër jetës personit dhe ta vënë në agjendë ngritjen e nivelit të policisë në raport me këtë lloj kriminaliteti. S'është bërë asnjë analizë. Pra ne shpesh herë shqetësohemi për gjëra koti dhe dalim komunikojmë me opinionin publik dhe nuk shkem të komunikojmë me drejtorët e policive, zëvendës drejtorët e policive për krimin dhe shefat e komisariateve apo shefat e krimeve kundër jetës personit, që tulmi në analiza konkrete. Çfarë është bërë? Unë mbaj mend vitin 2005, 2006, 2007, kur ish ministri i brendshëm Sokol Lldashi, së bashku me prokurorin e përgjithshëm të asaj kohe, krijuan një task force në mbështetje të drejtorive vendore të policisë, pra prokuroria e përgjithshme, së bashku me drejtorinë e përgjithshme të policisë, dhe u goditën 104 grupe kriminale me 1040
kriminal, cilat shumicët sot, edhe sot i kemi me burgim përjetshëm. Dhe flasim për vitin 2005-2006. Tani ne kemi shkuar 20 vjet përpara, një shtet që pretendojmë për të hyrë në Bashkimin Evropian, ndërkohë standardet e policimit i kemi në nivele shumë të ulta në raport me teknikat e gjurmimit dhe të zbulimit të kriminalitetit. Unë nuk mund të nxjerr një fjalë të keqe për organizatën e policisë, sepse atje jam edukuar, jam rritur që në moshën 18 vjeç, edhe e kam të vështirë të flas, por kur drejtuesit e leadershipi i policisë e lën policinë në këtë gjendje, saqë oficeri i ri i policisë që s'ka bërë as 10 vjet oficer policie, kërkon të iki edhe të punoj hamall në Gjermani dhe në Itali, sepse ai nuk ka akses në karrierë sipas ligjit, por katapultohen njerëz që kanë lidhje me politikën dhe patronazhimin. Tani, flasim pak për operacionet më të bujshme të vitit 2025, ku dua të veçoj, nuk e di nëse bie dakord, ato të 21 majit të këtij viti, ku u bashkëpunua me SPAK-ut dhe antimafjas italiane, që ngjalli edhe shumë reagime pastaj në radhët e opozitës, sepse i cilësuan si mbështetës ata që u goditën kryesisht në zonën e Durrësit, si mbështetës elektoral të Partisë Socialiste dhe etiketuan SPAK-un se i lanë sa të përfundonin zgjedhjen, të jepnin kontributin e tyre dhe tashmë u goditën. Ishte ky operacioni antidrog më i fort i vitit në bashkëpunim me partnerët e huaj? Shiko, pavarësisht janë bërë disa faktikisht. Të gjitha operacionet për goditjen e krimit të organizuar e kanë zanafillën dhe indicjen nga materialet që kanë ardhur nga përtej detit. Unë nuk di ndonjë operacion të vitit 2025 që ta ketë filluar dhe mbaruar policia e shtetit. Pra kjo tregon nivelin se sa poshtë ka rënë menaxhimi i informacionit kriminal. Thuhet jo rëndom, por është postulat. Një shtet që nuk zotëron informacionin nuk ka pushtet. Një institucion që nuk zotëron informacionin nuk ka pushtet. Vetë informacioni është pushtet. Jo, informacioni mund ta ketë po e shet, apo po e zotroj dhe e përdori për të mirën, për detyrën, për kauzën, për qëllimin për cilin funksionon organizata e policisë, duhet të ketë rezultat. Fakti që s'ka rezultat, o e ka shit, ose ka këtë informacion. Dhe kur ta bin autoritetet kanë një diçka. Ndoshta, unë këtu nuk mund të ja postulat, ka të dhëna që autoritetet e kanë kërkuar të bëhet goditja shpejt. Por, autoritetet shqiptare kanë thënë që në këto momente nuk janë kushtet e favorshme. Kanë dashur t'i shërbejnë partisë në pushtet, apo vërtet nuk ka pas kushte të përshtatshme, unë mendoj që kushtet më të përshtatshme kanë qenë gjatë kohës së zgjedhjeve. Personalisht. Pse kanë qenë? Kanë qenë më të përshtatshme sepse ishin në terren, ishin aktiv. Të gjithë bota e krimit në Durrës dhe kudo në Tiranë ishin aktiv dhe i kishin terren. Unë kam patur një rast personalisht, do ta ilustroj që të nxjerrim kuptimin. Unë kam marrë një goditje si ish drejtues policie, sepse me kërkesën e prokurisë italiane dhe të prokurisë italiane dhe të oficerit të kontaktit të Italisë këtu në ambasadë, më vinë në zyre dhe thot një person i dënuar 23 vjet në Itali, në Milano, thot e keni këtu, thot e keni filan vend. Me GPS e kishin me targa makine, me gjithçka ato, ishin në rregull. Unë nuk e dija. Nuk e dija për shkak të mos funksionimit policisë, apo nuk e dija se unë nuk kisha pajisjet dhe teknologjinë që kishin italianët. Kjo vlen për të verifikuar. Mund mos e dija se nuk funksiononte shërbimi i policisë sekrete, është tjetër punë. Se nuk donin ata të më informonin, është tjetër punë. Ama në momenti që unë e mora vesh, kërkova mbështetjen e 3 grupeve të forcave ndërhyrjes shpejt, të repartit Firit, dhe u nisa për ta. Ndërkohë mor vesh se një personazh
i lartë i shtetit, në lokalin e këtij personit të botës krimit që kishte marrë dënim 20 vjet, zhvilloi një takim politik. Frenova momentin, sa po mbaroi takimi, sa po marrë 5 minuta mbrapa, kapëm autorin. Kapëm autorin dhe e vëm pranga. Dhe tërmet nga qeveria, nga gjithë personazhet qeveritarë. Kush tha ty, pse bën në këtë moment, a nuk mund pritet pak. Dhe unë ju drejtova, kush të tha ti që të shkosh dhe të bësh takim pa pyet drejtorin e përgjithshëm të policisë. Sepse zyrtarët e lartë të shtetit, ju e mendoni, 3 personazhet, president, kryeministër, kryetar parlamenti, kur bëjnë takime në ambiente private, duhet me patjetër të vënë ndjeni drejtorin e policisë vendore. Dhe drejtori i policisë vendore të kërkojë që autoritetet e gardës të bëjnë kontrollin për eksplozive, për çështje të tjera. Se ndryshon nga një objekt shtetëror në një objekt privat. Dhe unë i kërkova llogari, po ti kush ka thënë? Ku ta di unë që ti shkon e bën takim në një lokal që e disponon një personazh i botës krimit? Shkelja është e juaj, jo imja. Pra, unë u ilustrua gjëja. Unë e kam pas kurajon që ti kërkoj llogari një zyrtari të lartë të shtetit, një personazhi që të mos më bëj mua fajtor si drejtor policie, po të bëj fajtor veten që ka shkuar edhe ka takuar dhe ka bërë takim elektorale apo politike në një lokal që disponon bota e krimit. Kurse sot, Edona, të gjitha takimet nuk bëhen më në zyrat e bashkisë apo të prefekturës, apo të qarkut, apo në një objekt që disponon një zotëri, një biznesmen i ndershëm. Vetëm atje ku ka objekte luksoze të botës krimit. Dhe ju e pat live se ku bëshin takimet. Atje tek ishte vera e shtrenjtë. Ku shkoshin zyrtarët? Si mund të shkojë një zëvendës kryeministër, një ministër, një drejtoresh apo një drejtori i përgjithshëm dhe të pi kafe atje ku merren njerëzit peng. Tani, janë bërë me vjetra operacione, qoftë vetëm brenda vendit, por edhe me shtrirje jashtë, të ndihmuar nga partnerët më kryesorë europian, me këtu në Shqipëri me qendër SPAK-un sigurisht dhe policinë e shtetit, por kanë rezultuar që kanë prodhuar lajme shumë të këqija për radhët e policisë së shtetit. Përfaqësues të policisë që kanë dekonspiruar operacione, që kanë shitur sekrete dhëna të shtetit, të tjerë që janë të përfshirë direkt apo indirekt në trafikun e drogës apo në punë të errta të botës së krimit. Në gjendje është sot policia e shtetit dhe sipas jush çfarë duhet të ndodhë me leadershipin e saj? Shikoj Dona, unë kam patur rastin në jetën time si oficer i lartë policie të njihem me pothuajse 70% prokurorëve të SPAK-ut. Ose unë kam qenë drejtor dhe ato kanë qenë krye prokurori rrethit, ose kanë ardhur nga prokuroria e përgjithshme dhe prokuroria e krimeve të rënda për ngjarje të rënda. Kanë ardhur ekip nga aty dhe kam patur njohje dhe kam njohje. Që është e vërteta, kur Altin Dumani, që e njoh shumë mirë, denonconte për herë të parë që nuk mund t'i besohet ma disa titullarëve të policisë, disa operacione që kanë të bëjnë me ngjarje që vinë me atan oqeanit apo me atan detit, realisht nuk doja ta besoja. Edhe pse e njoh integritetin dhe personalitetin dhe profesionalizmin e Altin Dumanit. Nuk kam dash ta besoj, pikërisht për faktin që organizata e policisë më është dhimbsur që të njolloset kështu. Por kur karriera në policinë e shtetit bëhet me forma katapultimi, pa bërë karrierë në pikpamje të nivelit si student, performancës si oficer karriere, por me katapultim, si që të thash, të ndikuar nga 313 apo nga grupet kriminale, apo nga zyra e Gysit, apo nga zyra e Suhelit, dhe nuk mund të presish që të kesh një
performancë dhe sukses të organizatës policisë. Ndaj dhe deklarimet her pas hershme të SPAK-ut më kanë bindur që vërtet nuk mund t'i besoj policisë, sepse disa nga krerët e policisë janë të implikuar, janë të shitur, janë shërbim të grupeve kriminale. Këtë shqetësim e kanë ngritur dhe partnerët. Her pas herë, besueshmëria e partnerëve të policisë shqiptare ka pësuar luhatje në leadership të ndryshëm, por edhe në kohë të ndryshme, edhe brenda një leadershipi, periudhës së qeverisjes një leadershipi. Kjo me të vërtetë është shqetësuese. Dhe sipas informacioneve që kam unë, në rastin e bllokimit të verës në shtëpinë e Gjys Agasit, policia nuk është informuar, por kanë shkuar vetëm oficerët e BK-s, të cilët kanë arritur ta gjejnë. Pastaj më vonë, cila procedurë është shkelur që kanë shkuar dhe va kanë marrë, dhe kujtja është lënë në rutje, e kishte detyrim dogana, apo kishte detyrim policia, apo kishte detyrim vetë BKH-ja që ta zgjidhte problemin e logjistikës për transportimin dhe rujtjen në një vend të sigurt, kjo pastaj vlen për dëshiruar. Sepse fakti që SPAK-u nuk ka operuar me arrestime në flagrancë të personave përgjegjës tregon se ndoshta dhe diçka kanë qaluar vetë. Kjo, unë nuk kam informacion për këta. Po në pikpamjet e analizës, qoftë partnerët ndërkombëtar, qoftë SPAK-u dhe BKH-ja, në shumë operacione nuk kanë patur besim te policia, sepse është provuar që në harkun kohor të 3 viteve, për të gjitha masat e arrestit dhe masat e sigurisë që kanë nxjerrë me vendim të GKH-s, ka rezultuar që edhe kur kanë hedhur 15 urdhra, apo 16 urdhra, apo 31 urdhra, nuk janë realizuar më shumë se gjysma e ekzekutimit të urdhrave të ndalimit, të arrestimit, të izolimit, të arrest shtëpie apo të masave të sigurisë. Kjo tregon që ka rrjedhë informacioni. Kush e ka fajin për këtë gjendje në cilën ndodhet policia e shtetit? Në fakt, së pari du të themi që e ka politika, por në pikpamje profesionale e ka leadershipi. Sepse nëse një leadership ka integritet, ka personalitet, ka dhe guxim, e kundërshton çdo lloj politikani, përfshi dhe kryeministrin e Shqipërisë në raport me zbatimin e paligjshmërisë, urdhave të paligjshme. Unë personalisht më ka takuar ta gëzoj këtë lloj statusi, që jam i vetmi drejtues madhor i policisë, drejtues i lartë i policisë shtetit, me gradë, që në rolin e drejtorit të policisë qarkut, dhe në rolin e drejtorit të forcave speciale, forcave lëvizëse operacionale, po publiku i një forca speciale, se ati përfshihen dhe forcat e ndërhyrjes shpejtë dhe antieksplozive tjera, përfshihen të gjitha, kam kundërshtuar 2 ministra të brendshëm. Është për publike që i kam kundërshtuar dhe i kam denoncuar në prokurori. Kur jepshin në urdhat paligjshme. Nuk e kanë bërë tjerët. Se kanë bërë. Unë jam larguar, kam dhënë dorë që jam larguar. Ama tjerët nuk e kanë bërë. Tjerët kanë pranuar të bashkëpunojnë edhe me botën e krimit, të vinë edhe në krah të njërit grup kriminal për të sulmuar grupin tjetër kriminal. Dhe thash, në pikpamje të rujtjes së shtetit e ka politika, se politika mund të bëjë çdo lloj lojre, por jo me drejtësinë dhe jo me policinë, sepse janë 2 instrumenta që mbajnë shtetin në kam. Qytetarët prej 5 ditësh, që ku ka dalë skandali i tendrave të Akshit dhe implikimit e policisë shtetit në pengmarrje të konkurrentëve në tendrat e Akshit, pyesin, po kur të grabit policia, kujt telefoni do i bish për të shpëtuar? Dhe është pyetje 1 milion kjo. Se nëse është implikuar një drejtor policie për të marrë peng një biznesmen që të largohet dhe tërhiqet nga konkurrimi në tendrat e Akshit, për shkak se atje konkurohen vetëm Baxhanaku i kryeministit apo Baxhanaku i ministrit apo Baxhanaku i tjetrit,
Kurse unë kam shkuar në Greqi, kam bërë operacion përbashkë me policinë e shtetit grek, kur në një ngjarje kriminale u përfshi Baxhanaku i ish-ministrit në vitin 2007. Në sklithrot Greqisë. Është bërë publike, kam qenë në Kozan në operacion të përbashkët, çka do të thotë që një titullar policie që bën kompromis me politikën dhe me botën e krimit nuk mund të ketë rezultat. Unë sot për herë të parë po them që unë kam marrë pjesë me 5 oficera policie në sklithrot të Greqisë për kapjen e Baxhanakut të ish-ministrit të asaj kohe, në 2007. Baxhanaku kishte bërë një vrasje në Prenjës. Baxhanaku i ministrit. Pra, çfarë standardesh kemi. Pra, unë shkoj në operacion dhe e kapi dhe e arrestoj, ndërkohë drejtori i policisë bashkëpunon me një grup kriminal për të goditur grupin tjetër. Pra, janë dy standarde që nuk ecin dot paralel. Kryqëzohen. Dhe këtu thyen kokën, kush do të thyj kokën? Do ta thyj kokën ai që s'ka mbështetje. Policia është e zhveshur nga mbështetja, organizata e policisë, për cilët unë ngrihem në këmbë dhe me respekt për 95% të tyre. Sepse janë titullarët, ata që bashkëpunojnë me botën e krimit. Nuk bashkëpunon polici thjesht. Pra përgjegjësinë ka Ilir Prodo, thoni. Jo vetëm. Ilir Prodo, drejtorët e departamenteve, drejtorët e drejtorive, drejtorët e policive vendore, zëvendës drejtorët e policive vendore, shefat e komisariatit, të cilët bëjnë kompromis me botën e krimit. Unë nuk mundëm të ndaj me përqindje, por leadershipi i Ilir Proda ka fajet dhe përgjegjësinë kryesore, sepse nëse ti nuk bën një garë të ndeshme për të quar drejtora njerëz me integritet, drejtori që të shkojë në një qark do bëj kompromis me botën e krimit dhe të morë rrogën. Shteti ja jep rrogën 1.000 euro, bota e krimit ja jep 10.000. Bizneset e pista me miliona. Përse ndodh kjo? E dini se sa krimet mjedisore bëhen në Shqipëri sot? E dini se sa dyqane, sa lokale ka me lojra fatje dhe kazino? Pra, krimet mjedisore dhe kazinot në Shqipëri sot i kanë marrë shpirtin Shqipërisë. Drejtorët marrin përqindje. Se ju e mbani mend se çfarë ndodhi në Fushkruj. Konflikti ku Fisi Raja rahen 2 vëllezërit që i masakruan. Për çfarë bëhej? Për gurore që funksionojnë pa leje, pa licencë, që malet po shemen, për djegjen e miliona gomave që banë në malin e Krujës, për masakrën mjedisore. Është një ndër krimet më të rënda që se përmend kush në statistika. Për lumendet e Shqipërisë që janë shkatruar komplet. Për miliona euro ura që ju kanë dalë këmbët, edhe në plasari ju e dini që në Milot nuk funksionon asnjë nga ura. Me përshtim të urës re. Janë 3 ura që janë shkatruar. Ju kanë dalë këmbët. Dhe jo pak, por është penguar në situatën kulmore të turizmit, ti kishe të blokuar urën që dikur kalon të treni, edhe makinat e kishe, sepse kishte qeduar. Se kishin dalë këmbët mbi 5 metra mbi. Okej. Se ka një problematika edhe mund flasësh pafund. Tani për të shfrytzuar kohën. Po ju ilustroj me shembuj për të kuptuar se çfarë krimesh ndodhin. Tani, sipas jush, përgjatë gjithë vitit 2025, cilat ishin dosjet më të forta në duart e SPAK-ut? Thash edhe një herë, policia për mua nuk ka realizuar asnjë operacion të mirëfillt për parandalimin e një veprimtarie kriminale ose për goditjen e një grupi kriminal. Po. Po shkojmë në SPAK. Jo, e them edhe ndjej dhimbje. Shkojmë te SPAK. Do të vlerësoja maksimalisht goditjen e krimeve kundër jetës personit. Pasi SPAK-u ka bërë një punë serioze, të ndihmuar dhe nga agjensitë ndërkombëtare dhe ka goditur disa elementë të botës së krimit. Goditja tjetër ka qenë sigurimi i provave në raport me abuzimin me fondet publike për grupin e strukturuar kriminal në Ministrinë e Transportit. Kjo dosje ka kërkuar, ka hangër kohë, të paktën unë që kam qenë i informuar dhe 1-2 muaj para zgjedhjeve e kam lançuar në një emision televiziv që 9 zyrtarë të Ministrisë së Mejit, së bashku me Kupolën
do të përgjigjen shumë shpejt përpara ligjit për masakrën që kanë bërë me fondet publike. Tani, mi vazhdomi përmend me pika, këto dosjet më të nxehta, pikat, se i dua njerësi. Dosja e Spakut, e Akshit, është vërtet një ngjarje shumë e rëndë për shqiptarët, por një bravo e madhe për Spakun, sepse atje ka vepruar një grup i strukturuar i shtetit dhe i botës krimit. Bashkëpunim. Element të shtetit, zyrtar të lartë të shtetit dhe bota e krimit. Bota e krimit. Shoqëruar kjo për hir të vërtetës edhe me pegmarrje që është një element që lidh së tepërmi bashkëpunimin botë e krimit dhe policia e shtetit. Me urdhra dhe diktate nga zyrtarë të lartë. Këto janë elementet më të fortë që kanë të bëjnë. Sipas jush, ka dosje të zvarritura gjatë këtij viti? Po. Cilën pikasti? Është do pikasja se s'po përfundon dosja e inceneratorëve, për një fakt të vetëm, sepse janë miratuar 2 strategji për menaxhimin e mbetjeve, që nga viti 2014 dhe deri në ditët e sotme. Inceneratorët 1? Po. Tjetër? E cila domethënë përsëri jemi shqiptarët akoma nuk kanë marrë vesh kush është koka. Qartë. Ideatori dhe si kanë funksionuar. Okay. Janë dënuar plot njerëz, por nuk kemi shkuar tek ideatori, edhe pse kemi një procedurë të dhënies së 8 pikëshit bonus për ata që ishin paracaktuar dhe nuk ekzistoshin fare si kompani. Okay. Zvarritje kemi shumë për grupin e strukturuar që ka grabitur pronat e ushtrisë. Okay. Dje ka qenë në Spak. Për cilën u thirr Olta Xhaçka në Spak. Dje, për njërën, janë 17 objekte ushtarake që janë keq shtrejtuar me një grup për Limionin e fjalën, po. Jo vetëm për Limionin. Është Limioni, është Porto Romano, është Porto Palermo, janë disa reparte ushtarake të cilat kanë punuar dhe edhe pse janë sekustruar nga Spaku, përsëri ka punë aktivitete private. Pra edhe për këtë keni kritika, për zvarritje. Po, janë zvarritur. Okay. Edhe pse unë nuk i jap të drejtë, pse atje është implikuar dhe presidenti i Republikës. Spaku, më së paku, ndoshta nuk mund të nxjerrë mas sigurie, por Spaku duhet ta pyes presidentin e Republikës. Mirë, se është proces që do vijojë, nuk e dim këtë. Po, minimalisht në harkun kohor të këtij viti. Po pra se dje u thirr ish ministrja Olta Xhaçka, kështu që jo se ka patur, është thirrur Kolçaku. Jo, po patjetër, po them. Dhe domethënë ka zvarritje. Mos ndalemi në detaje, se jemi në fund. Po. Thjesht tjetër. Dosjet nga radhët e politikanëve për shembull. Është zvarritur abuzimi me fondet i partë. Po. Po na kërkon Brukseli dhe jemi të përjashtuar nga e drejta e përfitimit të 112 milionë euro vetëm për abuzimin me fondet i partë. Po, aty nuk po konkludohet se nuk konkludohet. Kush do të mbajë përgjegjësi. Nuk ka ecur çështja me Gonigal. Në Shqipëri është vend numër 1. Çështja me Gonigal duhet të eci me hapa të shpejta për të mësuar kush qenë shqiptarët që investuan, paguan për të goditur opozitën shqiptare, sepse është vrarë demokracia në Shqipëri. Tjetër, dosjet për shembull që përfshin ish presidentin Ilir Meta, ish kryeministrin Sali Berisha, referohem 21 janari, pastaj Gërdeci, me Fatmir Mediun e tjerë. Shes zvarritje te këto procese apo? Shiko, do të jemi shumë shkurt, po këtë shkurt do të them. Së pari këto janë krime që kanë ndodhur në një kohë në shtrirje shumë larg. Dhe po të njëjtën shtrirje duan tani thuat? Unë nuk kam bindje, unë personalisht nuk kam bindje që Spaku pas rekomandimeve të Strasburgut do të thotë ndonjë fjalë tjetër për 21 janarin. Sepse për 21 janarin Spaku nuk duhet kishte prit Strasburgun. Ka pas kohën e mjaftueshme për t'i thelluar hetimet, sepse këtu i ka patur eksponentat. Unë kam qenë drejtori i forcave speciale dhe kur nuk jam thirrur qoftë edhe dishmitar, ose si person që ka dieni për zhvillimet e asaj dite. Çka do të thotë që ka ca vakanca të cilat ndoshta do thirrësh në vijim. Po s'ka në mënyrë kategorike, unë e di shumë mirë, sepse kur don një gjë ta bësh gropën, ka bashkëpunim politik, nuk ka interes as opozita asaj kohe, as mazhoranca asaj kohe, që është bardhë e vërtetë.
Tani, nëse unë do t'jepja Kurse për vetëm- çështjet, kush i ka penguar gjykatën? Është në gjykatë. Sali Berisha pse s'e kanë gjykuar? Ta gjykojnë. Ta gjykojnë dhe të mos e tërheqin zvarr, sepse duhet të zhbllokohet opozita një ditë. Nëse është i përgjegjshëm, është non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta bëjnë përgjigje se për ngjarje kriminale atë të iki. Por fakti që gjykata e mban të riqe mos e kput, mendoj që i shërben dikujt. Nëse të t'jap mundësi që vetëm me një fjali më paralajmëro çfarë do të prodhoj drejtësia në vitin 2026, cila do t'ishte? Jam i bindur që duke njohur integritetin e Zotit Braho, profesionalizmin e Zotit Braho, i cili e tha që detyra e SPAK-ut kalon përtej mandatit të individit, ishte thënie shumë e mençme, do thotë që respekt për krajen i cili e ngriti strukturën e re, shumë respekt për vendosmërinë dhe guximin e Dumanit, por SPAK-u është përtej mandatit të individit, do të thotë që ai do ta çojë me tutje. E për ta quar me tutje, Një fjali më konkrete, me tutje, besoj që do dalin dritë implikimi dhe drejtimi i korrupsionit dhe abuzimit në fondët publike nga kryeministri i Shqipërisë. Okej, unë falenderoj shumë që të kisha në studio, ka shumë që të flasësh, por ka që ishte koha në dispozicion. Faleminderit të nderuar miq që na ndoqët, pa shoq rikthehet sërish.